A ju kanë bënë ndonjëherë pyetje të cilat s'keni ditë ç'është me u përgjigj në atë moment? Po, ka ndodhur shumë herë. Edhe tash ndodh nganjëherë që na nuk kemi përgjigje. Po pyetje për shembull lidhje me shkencën e me matematikën, pyetje ose për shembull. Ne gjithë nuk mundemi me qenë matematician. Por që kur s'kemi përgjigje, hulumtojmë edhe ju japim përgjigje. Këtë te hulumtimi është interesant, sepse ne jemi në një kohë që telefonat edhe në përgjithësi teknologjia është shumë prezente në jetët e fëmijëve. Por gjithmonë themi që nuk është aq e keqe sa e bëjmë, veç ta dimë si me shfrytzu. Për çka i përdorni ju për shembull telefonat, qasje në internet? Po, unë për shembull e përdori për normal për kodim, për programim, për me ushtru, për me mësu për çdo gora që po morrim pjesë, po edhe për hulumtim shumë. Ka shumë gjëra që përmes teknologjisë edhe përmes YouTube-s edhe përmes ushtrimeve që i kam bërë në teknologji i kam mësu. Kështu që e përdori për... Lume? Edhe një gjine për me mësu, me hulumtu, me ushtru për çdo gora, ka nërë për me shiku ose me luna i sen. Po, normale, kemi edhe atë kohën kur relaksohemi, po a ka bashkëmoshatar të juj, shok ose shoqe që nuk e shfrytëzojnë si duhet, ose e keq përdorin këtë qasje në internet, edhe ju ndoshta si këshill mes shokëve ose shoqeve ju thuni, përdore për këtë se është më mirë, mos e përdor për gjëra që janë më shumë humbje kohe. Ose ka edhe onën e mirë teknologjia, vetëm duhet me ditë me përdor. E vërtet, sidomos ajo pjesa e hulumtimit është shumë e rëndësishme. Tjetër, po jetojmë kohën e teknologjisë edhe nuk mundemi me ju shmong, se në qofë se s'kishin ditë me përdor, ose se kishin përdor, nuk i kishin qëtu arritje, por që me një kohë caktume edhe me përdor për ato që na duhet ma shumë, e jo për humbje kohe. Kështu që këta e përdorin për hulumtimi ma shumë për me i përfundu detyrat, sepse kanë shumë projekte që duhet me i bo, mas shumë të ju ndihmon gara se ushtrojnë bashkë mandej. Hulumtojnë edhe ushtrojnë. Nuk shkojnë në përkurse, por ushtrojnë në shtëpi bashkë. Okej, bëjnë me njëri tjetër. Po, me njëri tjetër. Nësa e zgju Lume, se po të merë gjumë i përndu. Jemi zgju herët se kam pas takje me kryeministrin. E di që në kjo pjesëmarrja në gara dhe në përgjithësi çdo angazhim e kërkon për krahjen e familjes, e kërkon edhe anën financiare. Duhen fonde për çdo garë, për çdo përgatitje, për çdo program, ku e di unë se janë këto se mund t'jenë edhe me pagesë. A ka pas momentet vështira, Lindita, ku ju si prindër jeni detyruar që, si me thonë, ti analizoni pak shpenzimet, në mënyrë që Gjini dhe Lumi t'i kenë të fondet e ndara për këtë rrugën edhe drejtimin që u ka interesuar? Ka pas shumë vështërsi gjatë rrugës, shumë sfida, përveç ajo pjesa që fëmijët duhet mu motivu, me pas motivin për me vazhdu, me garu, edhe punës që e bojmë në shtëpi, ma sfidu se ka qenë ona financiare, po them, për shkak se